Në Jagodin dhe Murishan të Elbasanit, fermerët po përballen me dëme të mëdha nga miza e bardhë. Ky insekt ka goditur mbi 10 hektar tokë bujqësore duke prekur disa kultura bujqësore, por më i dëmtuari rezulton të jetë speci, siç duket edhe në pamje. Kjo kulturë është dëmtuar plotësisht, aq sa fermerët kanë nisur ta hedhin. Ja, si janë bërë, shite. Ja, si ka hef lule, s'ka lule fare. Si e thanë lule. Fermerët shprehen të shqetësuar pasi një pjesë e madhe të mbjellave është dëmtuar, ndërsa përdorimi i preparateve nuk ka dhënë rezultat dhe insekti po fiton terren çdo ditë. Neve kemi 30 vjet që merrem me bujqësinë, sidomos me sera. Unë jam si familje, punoj, kam rreth 20 hektar sera. Po këtë vit, ana vapa, ana i diçka tjetër, na i preku kjo flutra e bardhë. E sulmon fillim dhe nuk arritëm të zhduhen. E ne unë them që ilaçet nuk janë të sakta, mendimi im, nuk janë të sakta. Problematikat më të mëdha janë miza e bardhë, flutra, krimi, edhe helmet nuk janë nuk janë të mira, janë të skadume, nuk bëjmë punë. I marrim, i përdorim, por nuk bëjmë punë. Se na vjen nuk e dim. Mi mbledh gjethen, e dëmton bimën gjithë zverdh, thahet, nuk ka prodhim, hap lulën speci, thahet lulja, shi si është bo. Ja, gjitha këto. Ku të gjejnë ta speci dhe kastraveci dëmton më shumë. Qet Baja, specialist në sektorin e ruajtjes së bimëve në Elbasan, e lidh prapjen e mizës me përdorimin pa kriter të pesticideve që kanë bërë insektin rezistent. Po, në fshatin Jagodin, disa fermerë, kryesisht kultivim me speca domate, ka një shtim masiv të mizë bardhë ose krabardha e serave, që i themi. Ne realizuam një monitorim tek fermerët, pam dhe dëmin që kishte shkaktuar, speca që ishin në fund të vegetacionit, një pjesë e tyre po shkuleshin. Në fakt kishte bërë një dëmtim që speci nuk kishte humbur cilësinë, nuk përdoresh më. Mendoj që kjo vjen për efekt se miza krabardha sera është bërë rezistente ndaj përdorimit të PMB-ve, insekticideve, sepse fermerët kanë përdorur shumë insekticide, kanë përdorur insekticide të forta. Në situatën e sotme kur një pjesë e mirë e prodhimit ka dalë me mbetje, fermerët janë të kurrur në përdorimin e PMB-ve, edhe kjo të kurrje, domethënë kjo frika që mos dalë me mbetje, që ka sjellë mos përdorim të PMB-ve, dhe kjo ka bërë që një shfaqje të dëmtuese dhe do të ketë, sepse fermerët janë mësuar të përdorin shumë insekticide, të paktën në kohë dhe në sasi. Dhe kjo ulje e numrit të trajtimeve do të bëjë që do të ketë shtim të dëmtuesve, sidomos krabardha, por mund të ketë edhe të tjerë që janë shfaqje rezistent ndaj përdorimit të PMB-ve të reja. Kjo situatë alarmante po kthen sezonin bujqësor në një sfidë të mbijetesës për fermerët, të cilët apelojnë për ndërhyrje urgjente institucionale.